Ushtrimi që do të shpjegoj sot nga libri Sadi unë i klasës së dytë ka të bëjë me pjesët e një fjalie, me zhvendosjen e pjesëve të veçanta brenda fjalisë. Ushtrimi 4 në faqen 10 ka kërkesën shkruaj edhe 2 herë të tjera fjalin duke lëvizur fjalët e nënvizuara. Unë kam marrë fjalin e dytë të ushtrimit. Pas pak, prapa malit doli dielli. Këtë fjali unë e kam ndarë me etiketa, pra në pjesë të saj, në grupe. Është shumë e rëndësishme që fëmia përpara se të zhvendos një ose një grup fjalësh në fjali, ta ndaj fjalin me vija, me laps, në pjesët përbërëse të saj, në gjymtyrët e fjalisë. Një ditë tjetër do të bëj një video që të shpjegoj se si mund të ndihmoni fëmijën tuaj për të bërë një ndarje të saktë të fjalive në gjymtyrët përbërëse të saj. Në rastin tonë unë e kam bërë gati dhe jo më kot nuk kam vendosur as pikën në fund. Do ta vendos këtu që t'jetë nga ana gramatikore t'jetë saktë. Duhet që etiketën pas pak fëmia ta zhvendos në pjesë të ndryshme të fjalisë. Çfarë ndodh me fëmijët e kësaj moshe, janë në klasë të dytë akoma? Një diçka që ngatrojnë e bëjnë lëmsha, ata na ndodh shpesh kjo gjë. Kur i thuhet zhvendos këtë, ata fillojnë dhe zhvendosin të gjithë pjesët e fjalisë dhe marrin dielli, prapa mali, doli, ndërkohë kjo është e gabuar. Përderisa fëmijës i thuhet ose kërkesa thot, zhvendos vetëm këtë grup fjalësh, nuk ka punë me të tjerat. Merret ky grup fjalësh dhe vendoset këtu midis 2 gjymtyrëve. Dhe fjalia prapa malit pas pak doli dielli. Kur shkruhet kjo fjali, kjo gjymtyr që është futur këtu në mes tyre, vendoset e ndarë me presje. E njëjta gjë ndodh me vazhdimin me fjalin tjetër. Siç është etiketa ajo nënvizuara në libër dhe këtu etiketa ndryshe, vendoset midis 2 gjymtyrëve të tjera. Është shumë e rëndësishme që pasi të vendoset, të lexohet dhe fëmijët të shikojnë a ka kuptim kjo fjali. Në të kundërt, atëherë ajo nuk do të shkruhet. Prapa malit doli pas pak dielli. Edhe në këtë rast ka kuptim, pra edhe kjo vlen si fjali. Të njëjtën gjë bëjmë me pjesën e fundit, e marrim këtë etiketë dhe vendosim në fund. Të shohim a ka kuptim fjalia e formuar? Prapa malit doli dielli pas pak. Edhe kjo është një fjali e saktë, ka kuptim, edhe pse fjalit më të bukura në gjuhën shqipe, ose fëmijëve të kësaj moshe u thuhet që të jenë fjalit që kanë një rend të drejtë, kryefjalë kallëzues dhe pjesë plotësuese. Megjithatë, këto ushtrime të ndërtuara në këtë mënyrë e mësojnë fëmijën që fjalit janë të natyrave të ndryshme dhe këto grupet brenda fjalive mund të lëvizin dhe më vonë do të mësojnë dhe do të kuptojnë që këto grupe që lëvizin mund të hiqen fare nga fjalia.